Po vazhdoni me qëndru me #Gjesin e tashmë në pjesën e tretë të emisionit të fundit. Në një intervizë, një rrëfim të drejt për drejt edhe pa filtra na vjen Erold Belego për të ndarë historinë e tij, jo vetëm atë që shihet, por edhe atë që fshihet pas suksesit. Për krejt jetën, karrierën e gjithçka, ne do të flasim bashkë me Eroldin në studio. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe. Si gjeta? Po shpresoj që je mirë dhe nuk kena zgjuarë se i di që i kështu të personi hashëm e nis ditën me fitness, me palestër, a? Po zakonisht tash ka qenë fitness, po që me zaventova. Su tash nëna shkalua, garant ma vonë mandej. Dy personazhet i kena nalë prej fitnessit. Po bre. Po kështu se ka emisioni e mëngjesit. Po, rutina. Shumë rregull, zakonisht kryem Prishtinë, shkoj kam qejf me shkull mëngjes, pa ajo e fitnessi mëngjesit nuk është veç fitness, po pak është edhe shoqërim me një grup njerëzve që jemi aty, është shpesh përfundon me një kafe, kështu që ka edhe atë komponentën sociale. Okej, do të thotë kjo është pak a shumë rutina jote kur je në Prishtinë. Pak a shumë. Okej, je person i hashëm, zgjohesh herët ta i thënë pak rregullat kiçat më flaj. Nuk e di, jo, për shkakun se dje par komplet shumë tepër. Pardje kena flet deri 11:30 për shkakun. Ke flaj deri 11:30 se u ndruara. Kena qenë film deri në 3, kështu që po zakonisht kështu 7:28 gjona. Okej. Ndërsa po folim pak edhe për ditëshmërinë tonë, tregove që qosh mëngjes, pak a shumë, qojni në mëngjes, shkoni në fitness, tregona pak për ditën që sheki, deri në mbrëmje. Një ditë e zakonshme e Po tash një 5-6 muajt e fundit, po faktikisht unë kam qenë pjesë e kompanisë Core, më thonë kena një kompani të përbashkët me Ornisën Onismalin, i cili jeton në Amerikë dhe zyrët qendrore i kanë në Amerikë. Faktikisht jena një kompani që mire me zhvillimin e platformave të ndryshme për veti, nuk punojmë për tjetër, më thonë kemi në Prishtinë gati 50 të punësuar këto në zyre, që sot s'kena rrymë, prandaj që po pres kur ka ma rrymë që mi do në zyre, se na pa rrymë s'kem shka lypim zyre, pa internet aq ma pak. Dhe faktikisht ajo është bonim një pjesë për dëshmërisë time, dhe më të tash dalja në zyre dhe qëndrimi aty deri gati në mramje, edhe paka shumë mramje shkojnë në shtëpi, pa darkë edhe kështu është relativisht është e uniform dita e me të se në Prishtinë. Pastaj në ndërkohë ndodhë në udhëtimet, për shkak shkak biznis që kam Sarajevë, ndonjëherë më ndodh me shku atje, gjatë javës atëherë natyrisht ndryshan, apo kur kemi ndonjë udhëtim është ndryshe. Po është bën rutinë, po jem kthy në zyre pas shumë vjetësh, unë që një kohë gjatë nuk kam dalë në zyre dhe nuk e marr. A të kish mungu ajo ndjesia me qenë zyre? Po nuk e di, kam ekipin e mirë shumë aty dhe po është interesant aty ndëshysh. Besoj që taj teme plotësojmë njëri tjetrin, natyrisht unë as nuk e programera, nuk mirë në vesh në ato punat shumë, tash pak ma shumë se para 6 muaj, po si do që nuk pretendoj që pe një fatë fusht shumë, po nga aspekti organizativë në jënë ndihmoj, ata duke qenë që janë programerat mirë dhe djemë vajza shumë inteligent, i kuptojnë kërkesat, i zbatojnë edhe besoj që zbashku me ekipin që e kena në Amerikë, bëjmë një ekip shumë të mirë dhe besoj që e ardhmja e kësaj kompanije është shumë ndryshme. A i keni zyre dykon ka Dardania, ka Olympiana? Duka gjini taur. Okej, përsa ta dhe ju pas ka rrugë edhe ajo pjesë është pa rrymë. Ndalje rrymës. Po. Për shkak edhe së fundmi që u bë kjo problemi me shembjen e tokës, edhe për që ato, po përshpresojmë që shumë shpejt ka me undreq unë po kjo problem. Me lajmëru dikush që erë rryma, po ja që endës të kanë lajmëru që erë rryma. Ndërsa, Erold, ju njeni edhe që bëni shumë, do më thënë, udhëtoni shumë, bashkë, sidomos edhe me Diolen, keni shku, keni vizitu vende shumë ndryshme. Sa është e rëndësishme edhe për ju, ndoshta me shku edhe me vizitu vende ndryshme, me pushu pak, me u hek prej rutinës të përditshme që e keni? Puna mas pare du shumë Prishtinë dhe kom qef me tu këto, dhe për atë e jetoj këto. Tash është e vërtet që këto pushime, këto udhëtime më ndihmojnë me thyja atë rutinën ndoshta të Prishtinës, edhe unë edhe shumë veçve të vi që jetoj një shpesh e thamë pse në të jetu jashtë s'pe kuptoj atë, se dishësh
kur jeton në Prishtinë, përmënoj, unë e di, okej, njerës, ka njerës që mësu me jetu jashtë, ka njerës që ajo ju ka bo rutinë dhe tash e kanë mashtirë, po sa ere vinë këtu përsheme dhe rinë, dështë e ka një muaj e gjysë, vinë e thojnë, së mirë të e, so punë i krynë, se jo vetëm që është mirë, edhe shpesh e thëmë, po këtëni me jetu në Kosovë, që ka po lipni me jetu në Amerika, apo në Gjermani, apo kudo. Si të qoftë, ndështë e këto thimet më ndihmojnë që me ty këtë rutinë edhe me shiju ma shumë Prishtinin kër jem Prishtinë. Po natyrështë me shiju dhe pushimet kër jem jashtë. I kemi edhe disa fotografi, për shembull, nëse regjia dhe i ka gati në përjetët sociale që vë që i postan një që keni qenë në Australi edhe në vendet ndryshme. Kështu që të regëna një pak, hajtë në një tjetër, e që? Kjo është bashkë po, shpesh atë opera e Sydney, nëse shgabër, po. Po, Australia ishte një përjetim shumë interesant. Unë shumë vjetë kom planifiku me shku në Australi, edhe... Atër ka qenë hera parë, pra që keni shkua. Kjo ka qenë hera parë, po, edhe këtë verë, në erdhën e vizitë të mishtë mi Ludieta dhe Hugo Ortega. Ajo Ludieta është nga Prishtina, Hugo është me periodin nga Argentina, por në Australi në taku ata, dhe ata e kanë historia shumë interesant. Dhe erdhën edhe prapë më fëtun basë shumë vjetë, edhe kësaj atare dhe thamë, okej, tash edhe aplikun për vizë, morën vizën qyshverës, edhe vitin e ri faktikisht e kalumë në Sydney. I këna dëgju për ato fishkëzjarët e panshme të Sydney e tjera, edhe shkumë edhe kalumë aty, edhe ishte një përvoj interesante, për mëne ishte në vulltimin e patëm faktikisht shkumë Bali pas pari, ishim një 4-5 ditë, prej aty në Sydney, në Melbourne, realisht Melbourne ishte afer 5 orë, ishte prej aty me Rian, pas taj Sydney edhe një orë gjysë prej Melbourne-it, dhe në këthim nga Singapuri. Edhe aty prapë në vëdnajt me një 5 ditë, që ashtu që e shfizum ato pjesë të larkë, ta dyshysh me vizitu, po kështu të copa të udhëtu, se udhëtimi me udhëtu drejt në Australi, po të ojës 24 orë, është pak ishte shumë, për atë e thymë atë rutinën me këto 2 ndërpremi në Bali edhe në Singapur. Se cila ishte përvoj interesante, në Bali ne kishim për herë dytë, pra ndaj tajte mas pak të ishte interesant Bali kësa radhe. Dhe so që këna livizë shumë edhe pe hotelit, ma shumë e kishim me pushu mu pregadit për Australi. Austria ishte interesant, që këna mbrim në Born, aty një shoshe Dioles, dhe ishte një koqire të theme Jona, edhe s'na kalon hesh me livrit 2 ditë, veç me to kena qenë vazhdimisht dhe me familjen e tyre. Edhe me njerë në natyrisht tam përshkojmë të kengurat, ku e në kengurat? Dhe shkum një orë jashtë me bunit mi pa kengurat. Edhe kalum ato 2 ditë të me komunitetin tonë. Pas taj nga aty votum në Sydney, aty ta sheshin Ludieta dhe Hugo, edhe me ta ishim po tash Sydney ishim pak edhe ma të lirë, sepse me ishëm të ndosën që andë shtetit, që të ishim pak bedë, të ishim edhe ata natyrisht në ndimojshëm në atë rigu pak qytetin. Ishte një utim interesant, se zive Australia, mas pari njerës tonë atje ishin shumë përmalum për gjithdo konë kërë vike për Kosovës. Na qatë shumë teza këna pas për njerëzve mu taku me dërndreka. A kish shqiptar hesh, a keni mujt me... Kish shqiptar, po kish edhe, a i them dështë edhe në Amerikë, ne utojmë jo na, po ne Kosovarët edhe Shqiptarët utojmë përgjësi për relativisht shumë edhe në Evropë natyrisht, po në Australi shumë rallë, se shumë largë edhe ndashti pak edhe procedurat e vizave e tjera. Ata ishin kështu shumë matë vullnetshëm për mikpritjet, se matë përmalum për njerëz e Kosovës e vendlindis atin. Shtë që ishte një përvoj e bukur. Po masevisht po qëndrojmë të udhimet edhe tek Diola, tashmë që jeni bashkë që 2 vite po bëhen. Na tregoni pak edhe në 60 vjetorin e juaj të ditëlindjes që i propozut dhe jeni kontre fjalla e mediave, mundem me thonë që ka pos shumë lajme. Tregon pak për propozimin. Që shterdhin të janë ndoshta që ta manë për ditëlindje me abo. Edhe ku e ke bo propozimin, se për është që më duket nuk është në Kosova, Jo, kjo ka qenë në Frisco në Teksas, në shtëpinë e shokut tim Ornisit të Dafinas. Aty vendosëm me bo ditëlindjen, e patëm një natë ma herët që shkum
patëm një dartë për bashkët edhe pas ta i shku me një cowboy club edhe u veshëm krejt si cowboy, kështu, po me një cowboy club, dance cowboy club. Edhe ishte një, po në këna qenë aty ma herë, në ka pëlqy edhe patëm të qysh qefqë aty, e pas ta i këtë natë, e patëm angazhu një blues band këtu në shtëpi, unë e kom dashën po me një restoran, po nisi pat qef me qenë taj në shtëpi, edhe pas ta i zhvendasëm në shtëpinë e ti. Edhe... A e priti djolla të Jo, se pësime? ka dit askush ka qenë shto, ka qenë një ide imja dhe një sekret imi që e kom bajt, edhe askush nuk e ka dit. Aty kanë qenë, për shembull miqtë e mi, ka qenë vajzat djali e mas kërkush, askush nuk e ka dit. Po djolla më pa thonë që dëshush jena marrë vesh të vërtet që mos dojnë me festu ditëlindje. Të asë njërit. Edhe tash masi që zdojmë festu ditëlindje, tash festojmë për vjetoret. Okej. Shtë që, kështu. Ishte moment emocional për të dytë, po mëre, natyrisht unë e kon dit, ajo as pak se ka prit, ajo fillet qante, ishte shumë interesant këtë situata, përshe edhe emocionet e saja, po... Po një propozim, pse jo, mjafti veçantë dhe i bukur, tash kene me buna i dasma, diçka... Kismet. Kur do t'jetë dasma? E kena dhe datën për ende se kena shpaljosë është. Okej, ani veç të regona Ani është vite, ofera, është të kërë? Jo, s'do t'jetë këtë vetë. Zdo t'jetë këtë A, vetë? zdo t'jetë këtë vetë. Okej. Darsëm apë naftan, kur do që t'jetë? Okej. Keni me po darsën të madhe tradicionale shqiptare, apo kemi miksu kështu, ndështa se... Bashkë tradicionale shqiptare s'dija, e bojmë elemente shumë shqiptare. Po besoj që do në ka gjapu kështu me përgatitje Po se që ato nuk e kalon këtë vesh. Sa me shti ka e roldi, nuk e dja ka salë që e nëzën Kosovë kështu, me i ftu të gjithë. Besoj që dhe tjeta që madhe, po të shojmë. S'kemi ndo një vendim definitiv. Kjo është ashtë një moment i ri që s'kem pas as në ko shumë me menun qyshe qka. Nuk është që po të që datën e deni kështu paka shumë, a? Besoj që po. Mos është ditëlindja e djoles me qenë se propozimi në po për ditëlindje tonda. Ja, mi lidh tash. Tash lidh një krejt, kështu. Jo, nuk është. Okej, po tregona paka shumë edhe për raportin që e ki bashkë me fëmijët e tu, se e di që edhe gëzën një raport shumë të veçantë edhe bashkë me ta. Sa flet me ta, qësh është raport jetë me ta, se në një kohë që po jetojmë, raporti prind fëmijë është kogja i rëndësishëm. Tash fëmijët e tu janë të rritun edhe janë se cilin dështa dhe me jetën e vetë, me punë të vetë, apo qësh është raport jetë me ta kështu, përgjithësi? Gëmë, kur je prind të kur nuk e ki mjaft me fëmijë dhe gjithë e ki pak. Po tash jetojmë kohë që jetojmë fëmijët natyrisht që përdojnë të rritun, i kanë punë të veta, i kanë biznis të veta, i kanë planet të veta, dhe besoj që sa një fundi që e bjerë menë është sa ere kanë me tirë babën apo më taku me babën atë. Po me gjithate, kemi, po mënej, prapë thëmë, jo ashtë sa kom qef, po shina me ta, të tregova, kanë qenë të dytë stash në ditëlindjen Amerikë, dhe kom pas qef me qef, dhe ata se unë e kom ditë qka du me bo, po ata se kanë ditë. Dhe po mirë, unë e kom raportet e mira me ta, edhe me djallin edhe me vajzen, edhe djallin, fatmisisht i ka shumë mirë me ta, për me vajzën ma shumë komunikon se unë që komunikoj, kështu ata e më pas ditore janë unë jo dhe as me djallin se kom pas ditore, po me gjithate që takohet. Po që kuën kur e kaloni është kualitative bashkë me ta po besaj. Okej. Formatet reality show i për cellë kështu, Big Brother, a jo? Zero. Okej. Pse? Unë edhe kërë më taku me djorin, kërë më ka thotë që ka marrë pjesë Big Brother, e kështu është apak si shtram, se po s'di, unë personalisht me dhe që është totalisht palidhe, kështu edhe është shpëllarje e trupë njerëzve, po është biznes i mirë. Po pëse përmenon që ka ka shumë qikushmëri në vendin tonë, si në Kosovë, si në Shqipëri është një prej formateve ma të shikume, edhe ma të komentume. Na si populla? Po jo, atë që është në përgjithësi për njerëz që paka shumë nuk janë shumë të angazhuar, apo mos them që janë pa punë, krejt kanë kohë më marrë me ata. Se sigurisht unë nëse jam punë të nditën, natën kam nevojë me pushu, edhe nuk është që kam me këqyrë Big Brother apo... Po është për shkak kohës, për shembull që e ke lanë mos me këqyra, vetë që nuk Jo, unë veç që i njëraj kështu në përgjithësi, unë mënoj që është
humbje kohë me këshyr as prajme, as kur gjës këshyri. Djola ka Në provu... maksimisht informatat i kam në media kur ndalin, që s'muj mi u ikë, se përndyshe. Djola ka provu si eksperiencë, po qka kish bind Eroldin me hi brenda në një format Asgjë, se kom pasë në ftesë për edicion e pare të tyte, vazhdimisht të më ka nënë shpeje krejt, pas nuk e kom pa vetën, as që muj me paramenu vetën me hi në shpi. Po në një univers paralel, qka të kish bind me hy? Jo, veç kushto, në atë emision asgjë, Okej. Po të regën që s'pë këshyrë ka hesh, nuk e vynë asë me hi. Po, Djola e përcjallet e komenton kështu bashkë me ty qyre kjo që ajo, a? Okej. Ka i kur ka hi, ka pas parsyet e veta, po pas asaj as nuk e përcjell as. E ka shiju si eksperiencë dhe ka përfundu qatë. Okej, në rregull. Ndërsa ju njeni mjafti suksesshëm, si një njeri mjafti suksesshëm në punë dhe në biznes, që shke mujt me balancu ndoshta deri këto vite me majt edhe familjen, se e dim që është shumë vështirë, për shembull me qenë edhe njeri familjar, edhe me pas punë, biznes, kështu që shke mujt gjithë këto vite me qenë gjithmonë on top. Me gjetat formulën e balancimit të këtyre dyjave. Mirë, pas pari tash përvoja që unë e kam jetësore në gjitha aspekte, ndasht punës, ndasht jetës, ta mundëson pak me mësu në ashtë me kohë mi balansu këto gjanë. Më në përapëthëm shpesh, për shumë njës që jenë matri, edhe që jenë biznes, edhe sado që jenë sukseshëm, shpesh i shoh që guten, vinë vendimet për shpejtume, nuk jotë me ndu me mire, pak që dje me djallën e kisha pak punën e muhabetit, për shembull të tajtemin të hakmarjes, dhe më thonë dikush ka bo kesh, tash unë dhëtë mja këthyja, apo diçka, unë e këtë gjana pak i marrë ma me qëtësia, se s'mendoj që nëse ti më ke bo diçka në mënyrë dhëtë më ta këthyja. Unë e pak besoj, pak në Zot, pak në univers, pak në karma, që po pak që gjanat këthehen, s'ka në ojnë me ta këthy, ka me ta këthy, kush do të me ta këthy. Dhe për atë, mendoj që njëtë është shumë rëndësi balansi, nuk bon më gutë, duhet me mendu mirë vendimet, që thojnë duhet me nëmru dhe në dhejtë para se me këthy një fjallë një përgjegje. Më ka ndodhë dhe mu shumë shpesh, natyrisht se nuk unë çdo herë në çdo situatë me kontrolu vetën, po mundoran të shumicën në raste me kontrolu vetën. Edhe shumë gjanat që ma herët i kom pas të pa imagjinushme që muj me te kalu, sot kushtimisht ju thëmë tjerëve që mas e bëni këto se s'bën qështu edhe. Se, zdi, po thëmë nështë njetë kur kalojnë do vjetë, kur i kalojnë do përvoja, të sene që të kanë ndokë më një moment shumë të rëndësishme, mi shfaq, mi bon që atë moment, mas një kohë është që janë të parëndësishme, janë të kota, janë të momentit, edhe ndryshojnë edhe mirë prioritetet njëtë. Po për shembull ndoshta që ajo kishte interesu dhe njerëzve, se pasi që je mjaft i suksesshëm në biznes, a ka pas ndonjëherë që ke dështu? Edhe ndoshta je zhgënjy, edhe çka të ka bu me uri më këmbë? Po, ka bizneset cilat kom dështu, ka bizneset cilat i kom marrë, kom provu, që për shumë hap një pizzeri New York para një 3 vjetë, e kom byllë mas 1 vjetë me shumë humbje, po shumë ndodhen këto sene, atin më rëndësi është me vazhdu prapë, se atin është ajo shpreja. Po qysh me vazhdu, dërsa që kjo është pyetja e shumë njerëzve. A që është mas çdo herë që zosh, atin. Që është që po nuk e di, nuk është që çdo herë që ka kom punu, kom pas sukses, po une çdo herë kur jem nis me punu një punë, kom punu mas miti që kom ditë. Edhe definitivisht bizneset cilat i kom pas, cilat nështë nuk i kom jep qaq rëndësi, kam dështu. Për shumë, ta marrë rastin që të saj pizzeris në New York, dhe se kom qenë në një muj, dhe se hape, dhe se regulue, partneri jam noli i properit, dhe se dhe i ka qenë aty, pizzeria ka punu shumë mirë. Kërë në shkuna e këna lënë t'i kujtë ndorë, ajo dar nga dalë ka fillu. Nas kena pas ku asë njëri me shku New York edhe me qëndru ati vazhdimisht më marrë me atë pizzeri, që është që ajo me kohë në të rishtë ka fillu me pas lëvizje dhe s'ka qenë ndashtë sukseshme, sidomos s'ka qenë si mujnë e parë kur kena qenë unë edhe atje. Shtu që kjo punë pak është edhe një punë, edhe kur e merr një punë, është mirë me kry me
për kushtim të plot, ose mos me marrë heq. Po. Nështë që është edhe mesazhi më i miri për krejtërit që kanë qafë me fillu diçka me biznes. Së është më rëndësi që ka banë, edhe kur je kamarierë, dush me konë kamarierë më i mirë qatë punë që je banë, nëse mëse bëllë, nëse thu së jamën e për kamarierë, për mëse bëllë punë. Po ti së mësh me thonë, së jamën e për kamarierë, për që po punoj përkosisht. Edhe adin, së më rëndësi që po punoj. Shkelja shka që thojmë na me bëllë punë. Une nëse ty të shohë që ti së mësh me konë kamarierë i mirë, ti për mu së mësh me konë kur gjoj i mirë. Se ti qatë punën që je të e punu, së është më rëndësi, la qka e të e punu, a je kamerman, a je prezentus, a je... Ti qatë punë që je bënë, dush me bëhë mas mirë. Në qatë moment kërë e të e bëhë. Ha, ki ambicje tjera në regull, po ti të rego që për që ta e më shumë i mirë, po ta është dhe me dalë diçka tjetër. Po ti nëse këto si e i mirë, e thu jo vëlla, nëse jam i mirë këta, po që ta shune jo ma i mirë për montajera, adin? Që do në tuk e kemi problem në shqiptarë me qenë të motivu. Po së është motivimi është për kushtimë. Më që është të pjesa që nuk dim që ka dojmë shumica. Që po thotë jo prezentus, jo montajer, kështu që e kanë të vështirë diri sa të binë në një vend që... Po së është më rëndësitje, pra po thëmë, ti nështë i ki faza kaljuse, se ta është se ciri... Ashtu në kom që me konë drejtari i televizionit, po që nuk jam. Po për me mritë drejtari i televizionit, nejse, unë e për pozitës teme nështë edhe moj me pretendu. Po nëse ti je, për shumë një staf, edhe do në më bo, ti duesh me të regu që sa të prezentu si maj mirë. Nesër kime qenë redaktori maj mirë. Mas nesër kime qenë nështë i shefi një programi maj mirë, katare vjen të drejtore, se nuk o kjo varë pune, ti nuk mund është me kohë, pa ati që shto se më kohë një ime, ashtu, po, ama kur të vija, atje ka me kohë një mirë. Kanë kime binë ti që është. Asë kanë s'kime binë. E të rëndë që shtu janë, edhe një së jamën e për këtë punë. E qëka do në ti drejtarë? Okej, regu. është të shprej unë bile shumë kjo, dhe në kom dëgju shumë bile që për kamarjerë, për shumë që mazivisht po flasën për kamarjerë, së jamën e për kamarjerë, jo, ose jo, djallë jam si ka kam të kamarjerë. Po regu, po desa punan kamarjerë dhe to maj miri kamarjerë. Unë e kom lajen. Po të pse është që kje që i nënqmojnë punë? Unë e mundu me konë maj miri, edhe me lajen, edhe me bëhë kamarjerë. Se ti së mund është me avansu, kërkush nuk të shetë ty për një pozit më të naltë, nëse që to që e të e bëhë, si e të e bëhë më të mirë. Po, normal. Edhe kur s'ki përvoj punë, normal, du është me fillu me diçka që pas taj me arrit dikën. E vërtet. Po të shojmë, kove të fundit je ko aktive dhe me reagimet e tua saj përket situatave dhe gjanave politike që pëndodhin në shumë i përmbajtën. Shumë përbashë, shumë nësë kësha vitë me eksplodu, se që ka blojnë krejt në mu. Po që shko e shë kove të fundit situatën politike në vendin tonë? Pa birë mos përfolë për politika, ndrojnë temën. është temë shumë. Okej. Ani që po dalim pak tek futbolli për fund, nesër Kosova-Turqia, që po pret për kësa ndeshje, po besoj që fitore gjithsesi si krejtë Kosovar për shqiptar. Unë e planifiku ndeshjen e parë në Amerike e kena në Vancouver, vërtet në Kanadë. Ndeshjen e dytë e kena në Seattle, tretën e kena në LA. Shtu gjuna ku nisë me planifiku veç udhëtimet. Mi ble biletat për atja. Mi ble biletat. Shtu që i bjenë që në përvres fitore. A di që është në rastin më të mirë, vështisht dhe ta kemi ndë njëherë. Natyrisht e Turqia ekipe fort, 3 ndeshje kena pas me ta 3 herë në kanë mujtë, po ka qenë më kejo, jo në kohë të funit. Ka ndru gjanat është. Natyrisht edhe ekipi Turqivinjë në kejtë yje, më e kom këshyra atit me Rumunin, ka qenë e kom këshyrë në pjesën e parë, edhe se cilë që pre këtë topin ishë amën në patrol, me thonë, natyrisht shumë individualisht në ekip ma i mirë se ne shumë, po kombëtare e Kosovës ka dëshmu që për shumë veç 2 ndeshjet me Suedi, që ka qenë sigurisht e papritne për krejt. Edhe Slovakis që i ka shkaktu humbje në shtëpe pas një kohë të gjatë? Po, Slovakin prapë po mënej që nështë i ka qenë ma letë se sa Suedin, po ka qenë shumë mirë. Po në teren të Slovakis ka humbje edhe Gjermania, një kombëtare shumë e fort. Për atë po thonë, më në mënej që nesër gjasët i kena shumë reale, po pëshalla për toke, pëshalla nuk bojnë ekzibicione, se na kemë që pak me bo show. Letarë tonë kanë pak që ato pej pa përvojës, edhe pak dojnë me bo ndështë i kështu poteza ndë njerë të panevojshme në kësi ndeshje të rëndësishme, por une po shpesoj që i fati ka me nga për cilë, edhe me publikun shpesoj shumica në Kosovës, se tash me këto bileta që ndalë shqitje, qysh kënë dalë, te kënë dalë, qysh po shqitën
e di që numër i madh i turqve kanë ardhur, dhe jo vetëm turq Turqisë, po edhe këta që punojnë në Kosovë, jetojnë në kolegë më tha dhe zdi pe kompanive turke edhe në Serbi edhe në Maqedoni edhe keqën të ardhur, me thonë njerëz kush ka mujt me gjithë bileta. Po ne besojnë në fitore. Okej, po sa po të gëzojnë këto sukseset në sportin, në arinën në sportit, qoftë në futbol, qoftë edhe në për sportet tjera, me qenë se ke qenë pjesë edhe e Federatës së basketbollit, një kohë ke shërby edhe në Ministrinë e Kulturës dhe Sportit. Që është bënë mundi këto sukseset që po i kena në arinën sportive dhe ndërkombëtarisht tashmë? Dhe që është definitivisht punën shumë ma mire krynë si politikanë tonë. Thonë promovimin e shtetit, që vetëm shkuarja në kampionat botëror, do të ishte një promovim enorm për Kosovën. Ju e dini shumë ka pas si pajgare me Slovakinë, është me thonë nuk na nje, po me na haru s'ka me na haru kura. E vërtet. Për shembull, nëse ne luajmë në Amerikë, unë e di Paraguay, për shembull, është një për shtete që nuk na ka njoftë, po Australia, Amerika po megjithatë vetëm shkuarja e Kosovës në këtë kampionat është marketing i papam për ne, që asnjë politikan s'kish mujt me arrit. Kështu që nga ky aspekt definitivisht shumë rëndësi. Në anën tjetër, mendoj që është një motivim për triton. Më marrë me sport, më marrë me futboll, më marrë me basketball, më marrë me handball, se handballi po ka suksese. Më marrë me gjitha këto sporte, mendoj që definitivisht ligji për sponsorizim ka lëviz shumë gjëra dhe ka edhe masivizu sportit tek ne, ka bo ma interesant. Për kundër i shoh kritikat për basketball, shumë thojnë, po jo, po ka shumë Amerikan, ka ashtu e vërtet është, po ka dhe shumë publik. Tash, adin, alternativa është, mos mi pas Amerikanët edhe mi pas 50 vetë apo 100 vetë në salë, edhe kjo që po ndodh mi pas ka 3000 vetë në salë. Se nga shikueshmëria, nëse s'ka bëjë basketbolli në Kosovë është më i madh se futbolli. Po tojmë nga shikueshmëria në palestra respektive stadiume. E krejt kjo e ka një pse. Kështu që definitivisht mendoj që shumë më mirë mu investu në sport, unë në një kohë kur e marrë më intensivisht me këto e kena pas edhe një projekt apatëmis që Kosova më bë shtet i sportit, me qenë kështu i proklamuar zyrtarisht, po ajo iniciativë mbet kërko. Po si do qoftë, mendoj që po, për shkak rinisë, për shkak numrit që e kem trinjve, trejave. Po ndoshta edhe për shkak të sukseseve mundet me shfrytzuar si një reflektim për me investu sa më shumë në pjesën e sportit. Shikoj, 1.5 milion banor, si janë keq. Po, e vërtet. Erol, faleminderit shumë. Faleminderit që goja sot në #gjithë. Faleminderit shumë që ishe sot me ne dhe që i ndave paka shumë krejt këto perspektiva tua, po edhe që tregove që do të keni dasëm. Për herë të parë në #gjithë. Shumë faleminderit, na si gjithmonë. Me çdo